Përshëndetje, mirë se ardhët në përballje, unë jam Muhamet Hajrullov. Një vit pas sulmit terrorist në Banjsk, Milan Radojić dhe grupi i tij mbeten të lirë në Serbi. Cila është sot siguria dhe analiza një vjet pas këtij sulmi që ndodhi në pjesën veriore të Kosovës? Cilat ishin pasojat, cilat janë pasojat sot një vjet pas dhe çfarë mund të pritet në të ardhmen? Për të diskutuar për këto dhe çështjet që kanë të bëjnë edhe me aspektin e sigurisë së brendshme, por edhe atë rajonale, jemi së bashku me ekspertin e sigurisë zotrin Agim Musliu, drejtor në Institutin për Studime të Luftës Hibride Octopus. Zoti Musliu, mirë se po takohemi sërish. Faleminderit për ftesën, faleminderit për mundësinë që të shtjellojmë një vit pas këtë ngjarje, apo më mirë ta quajmë siç e kemi edhe kategorizuar sulm terrorist në Republikën e Kosovës. Realisht, një vit pas, pothuajse javën e kaluar, Prokuroria e Shtetit të Republikës Kosovës ngriti akt akuze, ka pas shumë reagime të ndryshme. Dikush e tha vonë, dikush e tha ma mirë vonë edhe të fortë se sa hiç. Një vit pas, zoti Musliu, nëse e marrim nga këndvështrimi e sigurisë, ku jemi sot? Si shihet kjo situatë? Kur sepse gjithçka është e freskët, kanë shku një vjet, kanë shku shumë shpejt, mirë po grupi terrorist, edhe sipas akt akuzës, mbetet i lirë në Serbi, Milan Radojić dhe grupi kryesor i madh i tij, ndërsa 2-3 janë tashmë në drejtsinë e Kosovës. Si e keni parë një vit pas? Nëse e shtjellojmë tash prej kësaj periudhe kohore një vjet më pas, atëherë shumë më qartë shihet që ky sulm terrorist ishte mirë i përgatitur nga Beogradi dhe i urdhëruar nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Po të kishte patur sukses ky sulm terrorist, Ballkani ishte shumë më ndryshe sot, por edhe Evropa besoj shumë më ndryshe do e përjetonte këtë sulm, po të kishte pasur sukses. Për atë arsye, po e them këtë me qëllim që po të kishte pasur sukses, atëherë do hapej kutia e Pandorës dhe Ballkani do të zhytej prapë në një konflikt me të cilin ku më ditë ku do përfundonim. Por me të do të zbehej edhe vëmendja e perëndimit apo e botës në luftën në Ukrainë, apo në atë që po ndodh në pjesën lindore të Evropës, e cila është vendimtare për të ardhmen e Evropës, a do të jetë demokratike apo do të ketë shumë probleme siç parashihet gjërmë tash, sepse autokrati Putin nuk do e lejoj me atë sa mundet që kjo luftë të përfundojë në favor të Evropës, respektivisht të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Për këtë po e them që do ishte Ballkani ndryshe, por edhe Evropa, por në të njëjtën kohë duhet gjithë Ballkani, por edhe shtetet perëndimore do të jenë shumë falënderuese Kosovës sepse e ndali këtë sulm terrorist dhe parandaloi një konflikt të mundshëm të ardhshëm, i cili drejt për së drejtë ishte planifikuar dhe implementuar nga Serbia dhe Beogradi zyrtar, por me influencë sigurisht të Putinit dhe të Rusisë, sepse ati i konvenonte një luftë në Ballkan dhe ati do i konvenoj edhe më tepër që vëmendja të zhvendoset në Ballkan, dhe kështu që vëmendja, por edhe ndihma nga perëndimi të qaloj, siç po e shihni tash edhe një kohë të caktuar. Siç e dim, një vjet më pas në Banjsk ka ndodhi një sulm terrorist i cili i zhvilloi me 24 shtator. Do të thonë shumë gjëra përputheshin me 24 shtator. Për shembull, me 24 shtator para 102 vjetë, me 24 shtator të vitit të kaluar ishte kryqëzuar apo i tabluar ajo kish. Do të thonë ishte simbolika e intervenimit aty. Ishte presidenti Vučić i Serbisë në atë kohë ishte duke u kthyer prej New Yorkut dhe me atë sulm, nëse do kishte pasur sukses, do arsitoi edhe vetë Vučići sipas tyre me një bund të pjesës popullit serb, minoritetit serb në atë kohë, për shkak të pakënaqësive. Por simbolika me data, do të thonë, përputhet edhe me 7 tetorin, sepse është ndërlidhse
sepse Putinit i konvenon sa më shumë konflikte të cilët e zhvendosin vëmendjen nga ai. Unë mendoj dhe jam i sigurt që edhe ka evidenca të sakta që Vučić dhe Hamas ishin në kontakt të ndërlidhur nëpërmjet Rusisë, sepse i koordinuan sulmet në dy vende të nxehta. Domethënë tash e dim sa ka zhvendosje të gjithë opinionit publik evropian dhe botror në atë pjesë të botës mes të Hamasit dhe Izraelit në konflikt të tyre. Domethënë një pjesë shumë e madhe është vendosur dhe prej atij momenti edhe mendësia dhe mediat janë zhvendosur me të madhe në atë pjesë të botës, por edhe ndihma në Ukrainë mungon. Domethënë kjo është simbolika e asoj që është një vjet pas. Që është një vjet pas e që pas një vjeti shumë qartë shohim se si kishte qenë planifikuar, e detajuar dhe implementuar ky operacion, por jo vetëm. Domethënë ishte i planifikuar edhe me shërbime dhe vende tjera për të zhvendosur edhe vëmendjen, por edhe për të patur konflikt në Ballkan, për të zhvendosur vëmendjen nga Putin, po pse jo edhe përfitime për Serbinë. Zoti Musliu, jo rastisht e përmendur disa herë që nuk ka shku mirë sipas planit, fatmirësisht sipas planit të grupit të Radojčićit dhe Serbisë dhe Vučićit, dhe u parandalu për të mos te kalu, le të themi, atë kriza më të mëdha në Ballkane, pastaj edhe në sigurinë në Evropë, pa diskutim. Një vjet pas, ka rrezik sot për sulme të tilla, përkundër faktit që e përmenda në fillim që zoti Vučić dhe Serbia nuk distancuan fare. Domethënë Radojčić dhe grupi i tij terrorist janë të lirë sot. A ka rrezik sot një vit pas kjo të përsëritet, të ketë tentativa nga ky grup për ripërsëritje? Shikoni, një vjet pas, nëse shikojmë, shumë pak ka ndryshuar gjendja në Serbi. Pothuajse fare, përveç se një deklaratë të cilin edhe Radojčić me vullnet të lirë në prokurorinë e lartë të Beogradit, dhe të cilin e pranon që e ka organizuar këtë sulm, trajnimin dhe armatimin e mbledhur. Shtrohen shumë pandema dhe pyetje rreth shtetit të Serbisë. Si është e mundur që në territorin e një shteti, me 3 shërbime sekrete, presidenti i saj nuk din asgjë për grumbullimin e grupit, domethënë shoqërimin e një grupi kriminal terrorist, grumbullimin e armatimit, vendin e stërvitjes, logjistikën e tjera. Është e pamundur. Domethënë 3 shërbime, 2 ushtarake dhe 1 civile dhe asgjë, askush s'po din. Dhe pas asaj, që është edhe më e çuditshme, dhe pas asaj, dhe kur ndodhi kjo, asnjë lëvizje nuk ka patur në këto 3 shërbime, domethënë kishte ndodhur në një shtet normal, kishte pasur edhe dorëheqje, edhe të akuzuar, edhe të burgosur, edhe të përndjekur, sepse ka rrëshitur një informatë shumë e rëndësishme, një grup terrorist është përgatitur në atë shtet, ku ka përdorur logjistikën, se ato baza, kush i ka furnizu, kush i ka armatos, nga e në armë, parat, vendit, instruktorët e tjerë, janë 1 milion pyetje për të cilat Serbia nuk ka dhënë përgjigje fare. Si është e mundur, nuk ka pas as dorëheqje, as përndjekje penale për shkak të... As përgjithësi, madje as fare heqe. Ka qenë një deklaratë e Vučić, i cili thotë që ka qenë një grup i cili është organizuar për të mbrojtur serbët në Kosovë. Kaq ka qenë e tëra. Ky narrativ, u përmend disa herë që narrativ i tillë e ka përdorur edhe Putinin të kaluarën për atë se çfarë ka ndodhur në rajonin e Donbaskut realisht. Absolutisht është vetëm copy-paste. Por pas sulmit në terrorist në Banjska, Bashkia Evropiane bën një rezolut për të cilën e obligon Serbinë që të gjenden kryesit e kësaj vepre dhe të dënohen. Pas disa ditësh, vetëm pas disa ditësh, pas 3-4 ditësh, më sa më kujtohet, Bashkia Evropiane zbarkon në Beograd dhe në takim me Vučićin e ripërsërit, dhe vetëm kjo ka qenë temë e bisedës mes tyre, ku Vučić ka premtuar që do ndërmerr hapa, por prej atëherë deri më sot asgjë s'ka ndërmarr, vetëm e thash më herët ajo deklarata e Radojčićit në gjyqin e lartë të Beogradit dhe asgjë tjetër.
Kemi pa disa përpjekje pas kësaj. E fundit ishte për shembull e themi këto tentim bllokadat në pjesën e territorit të Serbisë, në pjesën e kufitare me Kosovën, bllokadat të disa serbët, një grupi të serbëve të cilët tentuan të bllokonin rrugët dhe këto natyrshëm që i shkojnë asaj rrugës së destabilizimit. Pra, vazhdojnë me pas përpjekje përkundër që nuk funksionoi. Ishte një numër i vogël, mi kum pa edhe jo keni deklaruar që një numër i vogël edhe mediat normale në Serbi e cituan se një grup të vogël, por tendencat të tilla do të vazhdojnë të kenë. Tendencat të tilla do të ketë në vazhdimsi, sipas meje. Unë mendoj që tendencat të tilla do të ketë gjithmonë nga ana e Serbisë, do të tentojë që të destabilizojë Kosovën, përderisa Kosova nuk forcohet ushtarakisht, paraforësisht sa edhe Serbia vet, dhe Serbia do të hiq dorë përfundimisht nga këto tendenca nëse e sheh vetëm forcën ekuivalente apo edhe më të fortë se vet. Kjo është i vetmi kusht dhe vetmja bisedë që mund të Pra, kjo bie që Kosova duhet ta kryej punën e vet në aspektin e sigurisë, duhet forcohet ushtarakisht sepse Serbia i dihet qëllimet dhe synimet e saj. Kosova është në rrugë të mirë shumë duke e zhvilluar edhe veten edhe ushtrinë e saj me trajnime të ndryshme me bashkëpunim me Aleancën e Veriore me NATO-n, por edhe me miqtan tjerë që i kemi, trajnojmë ushtrinë në disa vende, por edhe armatosja e saj shkon sipas ritmit të caktuar apo sipas agjendës së caktuar të cilën e ka caktuar Ministria e Mbrojtjes, respektive Qeveria e Republikës Kosovës, dhe në këtë aspekt, por a është e mjaftueshme? Unë mendoj që jo, duhet pak me një ritëm më të përshpejtuar, sepse neve na duhet antarësimi i NATO sa më shpejt. Atëherë do jemi shumë më komod, sepse në aleancë jemi brenda një aleancë apo një forcë më të madhe në rrezullim të kësor, e cila megjithatë nuk mund të na bëjë rahat, sepse ekziston edhe përveç Nenit Peci, i cili është i famshëm edhe e din të gjithë dhe thotë që aleanca mbrohet prej gjithë shteteve nëse sulmohet një shtet i aleancës. Por Neni 3 thotë pak më e precizon pak më shumë obligimin e atij shteti i cili sulmohet, i cili duhet të qëndrojë derisa aleanca të rikuperohet apo të organizohet dhe të vijë në ndihmë. Domethënë ne duhet të jemi të gatshëm për veten ta mbrojmë derisa aleanca reagon në atë moment që ne antarësohemi në aleancë. Sa i përket kësaj pyetjes suaj që ishin në barikada, po, ju e dini mirëfilli që sulmit në Banjska i parapriu disa lloje të presione, nën to ishin edhe këto pamfletat dhe shkrimet në përmure muralet ku shkruanin vitin ashëm Prizren, Brigada Veriut, e tjera, domethënë forcat paramilitare të cilat ishin prezente e të cilat Republika e Kosovës, qeveria e saj, më falni, i shpalli edhe terroriste. Edhe organizonin në kufi të Kosovës, por edhe në brenda të Kosovës pat barikada të ndryshme ku mes tyre janë parë edhe anëtarët e grupit Wagner apo ushtrisë mercenare të Rusisë, e cila lufton edhe në Ukrainë, por edhe në Afrikën e Jugut, edhe në disa vende tjera, edhe ishin prezent disa anëtarë të saj. Por e tëra kjo i parapriu, do të thonë nxemjes së situatës së sulmit në terrorist në Banjska, e cila e kishte konceptin e vet për të depërtuar në territorin e Kosovës, të cilin e kishin eksploruar më parë, do të thonë dihet mirëfilli që Radojić ishte zot i asaj ane dhe mbretënonte në gjitha sferat e jetës, i kishin shpërnda armët në për disa punkte dhe pritej që popullata sërbe apo disa individ të reagonin nga pjesa e Veriut dhe t'i bashkangjiten këtij grupi terrorist dhe në këtë mënyrë të vijë deri te një bund i gjithë përfshirëm në pjesën veriore dhe të paraqitej se shqiptarët kinse po i sulmojnë serbët në kishën ortodokse të Banjskës dhe po i vrasin edhe qytetarët e thjeshtë. Të qytetarët, por edhe kishtarët aty që ishin dhe që jetojnë në kishë. Do thonë priftërit. Dhe kështu në këtë mënyrë që bashkia ndërkombëtare të reagojë më njëherë dhe aty të vendoset kufirit në urën e Ibrit dhe domethënë qëllimi ky ka qenë realisht, ky ka qenë qëllimi, domethënë te ura secesioni i pjesës veriore të Kosovës.
Ajo çfarë gjatë kësaj periudhe zoti Musliu ka ndodhur disa çështje të rëndësishme edhe në aspektin e sigurisë, te pjesa verore, shtrirja e sovranitetit, të gjitha këto aspekte. Po në ndërkohë, çështja e urës, hapjes së urës në pjesën veriore të Kosovës ndërmjet dy Mitrovicave ishte çështje diskutimit gjatë kësaj periudhe. Në ndërkohë, ndodhi një vizitë shumë e rëndësishme, ndër më të rëndësishme ndër vitet e fundit në Kosovë, e shefit të CIA-s në Kosovë, e cila u interpretua nga më të ndryshmet në aspekte. Nuk besoj që zoti Burns ishte vetëm për çështjen e urës në Kosovë dhe rajon në 3 shtetet Bosnjë-Hercegovinë dhe Serbi, por ka të bëjë me sigurinë, aspektin gjeopolitik. Dhe ju e përmendën në fillim jo rastësisht çështjen e luftës në Ukrainë, tashmë vëmendja te Izraeli, Palestina, Hamasi dhe natyrisht një konflikt i ri këtu brenda do t'i përshtatej momentalisht vetëm Putinit dhe Rusisë, dhe këtu nuk ka më dyshje. Por si e keni pa këtë vizitë kaq të rëndësishme në këtë kohë kur le të themi globalisht ka shumë probleme të mëdha? Keni të drejtë, sepse në këtë moment derisa flasim në rrezullin toksor janë 55 shtete që kanë konflikt të ngrirë dhe 42 që kanë konflikt të hapur, domethënë luftojnë aktivisht. Domethënë është një, ta themi, një kaos në tërë botën i cili mund të eskalojë në shikim të parë në një luftë botërore, por jo konvencionale, jo në atë që e kemi në mendje nga historia e kaluar, lufta e dytë dhe e parë botërore, por në një mënyrë shumë më të sofistikuar dhe shumë më ndryshe, sepse edhe taktikat kanë ndryshuar dhe armatimi dhe teknologjia e tjera. Domethënë, vizita e zotit Burns ka qenë sipas meje një tërheqje vrejtjes për gjitha vendet të cilat i ka vizituar, më falni ju lutem, për të mos tentuar fare që t'ju bie në mend të hynë në ndonjë kombinim me Rusinë që të bëhen, sepse janë proksi të Rusisë, dihet mirë filli edhe Dodik edhe Vučić edhe Republika Srpska dhe Serbia, por as mos të bie ndërmend një gjë e tillë të hapin konflikt në Ballkan, sepse çmimi do të jetë shumë më i madh këtë herë. Nuk e di se çfarë kanë biseduar, por mesazhi ishte i qartë, që nga ajo ditë të dy liderët serb, edhe Dodik edhe Vučić, ishin shumë më të matur në deklaratat të cilat i jepnin sa i përket rendit qetësisë dhe sigurisë në Ballkan. Por edhe Kosova qeveria e Kosovës e ndroi qasjen, është shumë e matur dhe shumë më e butë dhe nuk ka absolutisht nevojë që të ngutemi sa i përket urës, nëse e keni fjalën, që të bëhet rihapje, sepse ajo urë do të hapet. Është në Kosovë. Është marrëveshje në shkruajve, vetëm se është momenti, por edhe të gjithë janë të pajtimit që do të hapet, edhe bashkia ndërkombëtare, edhe vendore, edhe të gjithë përveç Vučićit, i cili insiston të mbajë serbt peng në atë pjesë të Kosovës, dhe të mbajë ende të hipnotizuar apo të helmuar nga propaganda e tij. Por timingu ndoshta ishte i gabuar, them unë. Ajo urë do të hapet një ditë, është e Kosovës, ka rruga alternative të cilat nuk e ndalin qarkullimin edhe të njerëzve. Timingu për të mos rindezur situatën. Sigurisht, sepse Vučić këto edhe e pret. Ai nxit në reagim dhe pastaj ankohet. Në çdo ose viktimizohet tashmë edhe viktimizimin e ka pjesë të propagandës, sepse ashtu edhe viteve të 10-ta dhe 90-ta regjimi Miloševićit e bënte, pastaj erdhi deri te ajo më e keqe, deri te lufta në Ballkan. Pasi që po shkojmë te pjesa vonë, por na shkon shpejt koha, çka dashta më ndal te aspekti i tentativave të Vučićit, ju e keni përmendë edhe më herët, edhe si institut, si Oktopus, ndikimet e Vučićit dhe Serbisë, jo vetëm në tentativa për të destabilizuar Kosovën, por edhe në Bosnjë-Hercegovinë me zotin Dodik, edhe në Maltëzi, të qeveria, në të cilën qeveri tashmë ka edhe parti pro-serbe dhe pro-ruse, të cilët janë pjesë e sistemit. Ka pas diskutime të ndryshme se një zëvendës kryeministri i Maqedonisë është gjithashtu me qasje pro-serbe dhe pro-ruse. Do tentoj Serbia ta luajë këtë rolin e papet ashtu që përmendet për me qeni farë kontrolluesi këtu në rajon edhe për me destabilizuar rajonin,
A mund të ketë ndikime të tilla në të ardhmen? Ju po shihni që Aleksandar Vučić është mjeshtër i lojës në dy karika për një kohë të gjatë, por ajo s'do të thotë që s'është i lexuar nga Perëndimi, por megjithatë Perëndimi gjithmonë insiston që të tërheq nga një karik dhe ta tërheq nga boshti i Perëndimit e jo nga boshti i së keqes, sepse i konvenon Ballkani ka një pozitë gjeostrategjike shumë të volitshme, edhe interesa tjera. Ju po e shihni që e josh edhe me kredite shumëta, me shitjet armatimit, me litiumin, me investimin në aeroportin e Beogradit, me blerjen e aeroplanave tjera. Do thonë, të gjitha të mundshmet favoret i afrohen. Këto dikush po e quajnë ledhatim, zoti Moslio. Kjo shumë kush po e quajnë Serbia dhe Vučić po ledhatohen në këtë situatë në dëm të Kosovës, le të themi, edhe Bosnjë-Hercegovinës. Në shikim të për ta kthyr ka Perëndimi. Po, në shikim të parë mund të duket ashtu, por në esencë politika nuk është se bëhet për qejf apo për ledhatime, por për interesa. Dhe për strategji, absolutisht. Sigurisht. Interesat e NATO-s janë që Serbia të hyjë në NATO. Dhe me atë do përkufizonte e tërë Evropa pothuajse nga ndikimi i Rusisë në Evropë. Dhe nuk do të kishte më... Po, vetëm njeri i dytë i qeverisë Serbisë shkoi taku me Putinin, Vullin. Po, e thash edhe më herët që Vučić është mjeshtri i lojës në dy karika. I gëzon të gjitha privilegjet nga Perëndimi dhe mundon të sa më shumë të shfrytëzoj, por edhe ka relacione shumë të forta edhe me boshtin e së keqes, ashtu si quhet Rusia, Irani, Korea e Veriut, Kina e tjera. Po, ka qenë disa herë, edhe janë të koordinuara me Rusin, për shembull Vullin koordinon me Rusin gjitha veprimet e tij. Por çka është më rëndësi të themi është që Perëndimi është në dijeni të plot për këtë lojën e dyfish të Vučićit dhe të ministrave dhe të mvarësve të tij, sepse ka një interes më të madh. Pa marrë parasysh veprimet e Vučić dhe shërbëtorëve të tij të Rusisë, në terren mund të zhvillohet një luftë hibride për të cilën veç jemi në dini një kohë të gjatë të cilën e bën Rusia, por ajo që zhvillohet tash në malin e zi është për keqardhje, sepse u sulmu direkt qeveria e malit të zi, por një rol të madh e pat edhe Kisha Ortodokse Serbe nëpërmjet Kishës Ortodokse Ruse, e cila vepron si lojtari kryesor apo lojtari që është mbas politikës, i cili në fakt edhe dikton trajektorin e politikës së shtetit rus e automatikisht edhe të Serbisë. Por së fundmi e pam që dja po parë e pam që Aleksandar Vučić e kishte refuzuar shkuarjen në BRICS, ftesën e Putinit, që për shumë perëndimor është një veprim pozitiv, por unë mendoj që është një manuvër i radhës i Vučićit dhe do të ketë edhe shumë mundime nga Perëndimi dhe shumë kohë sa të kaloj që të tërhiqet Vučić nga aksi së keqes. Dy çështjet, pyetjet e fundit kanë të bëjnë me atë që ne po shkojmë drejt zgjedhjeve të parapara në shkurtin e vitit të ardhshëm. Ju përmendët çështjen e luftës hibride, sot jemi në epokën e dezinformatave, jemi në epokën kur sot gjithçka mund të eskalojë nga një informacion i pa verifikuar, i publikuar e të gjitha këto. Edhe do të ketë tendenca për të destabilizu natyrisht edhe për me lajme të rreme, edhe me dezinformata. Gjatë kësaj periudhe, jam të folë gjatë kësaj periudhe të brendshme, qofshin ato edhe nga partitë politike të ndryshme dhe shpeshherë është thonë edhe në raporte të ndryshme vendore ndërkombëtare, që çështja e ardhshme do të jetë edhe lufta me dezinformata natyrisht. Do të ketë Kosova kujdes në këtë aspekt, sidomos në këtë periudhë të bresht, e cila në situatë të tillë mund të ketë pasoja në nivelin e sigurisë nacionale. Sigurisht, është e drejtë kjo që edhe bren nga juaj dhe pyetjen që e shtroni sepse lufta hibride ruse i e ka filluar që moti, ka me dekada dhe
shpeshherë nuk kushton asgjë. Do të thonë përdoren idiotët të dobishëm për të përhapur lajme të rreme e tjera që mas nej edhe bëhen çështje. Por Kosova gjerë më tash ka ngritur disa kapacitete, por që nuk është e mjaftueshme. Duhet të ngrisim kapacitete për mbrojtje nga propaganda, nga lufta hibride dhe gjitha trajtat e saj, të ngrisim kapacitete edhe qeveritare, por edhe civile nga OEQ të ndryshme që populli i Kosovës të vetëdijsohet dhe të mos bie prej e këtyre propagandave dhe luftës speciale që e bën Rusia nëpërmjet Serbisë. Kështu ka ndodhur dhe kështu do të ndodhë në gjitha segmentet e jetës, nuk është vetëm në siguri, por në të gjitha segmentet e jetës sulmohet një vend kur synohet për atakim të luftës hibride. Ta zëm shembull ishte edhe dezinformata apo gënjeshtra e radhës e Vučićit kur tha para disa ditësh që këta që ishin në sulm në Banjsk ishin vetëm djem vendor të cilët i kapën armët për të mbrojtur pragun e tyre. Domethënë i amnestoi edhe listën serbe, edhe Serbinë, edhe poligonet, edhe kreun e ushtrisë, edhe veten, edhe shërbimet e sigurisë, të gjithë i amnestoi me një fjali. Domethënë është tendencë për të kthyer në viktimizim për të paraqitur pjesën apo dhe për të mos i paraqitur si pjesë e sistemit, le të themi. Gjithsesi të luftohet ky sistem deri në fund. Do të ky nuk i lejon pjesëtarët e minoritetit serb që të inkuadrohen në jetën e përditshme kosovare. Ju dini me filli që në sulmin në Banjska paraprakisht të gjithë policët lanë vendin e punës, domethënë lanë uniformën. Dhe tash madje kërkon vetë Serbia që ata të kthehen, po natyrisht në procedurat e shtetit, edhe aspektet ligjore, edhe konkurset, edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës, edhe Këshilli Prokurorial i Kosovës, i ka rregullat. Po ashtu edhe lista srpska dul nga jeta politike, i braktisë institucionet e tjera. Do kjo është një gjë e pamundur që ata të kthehen në institucionin e policisë prap. Është pamundur, nuk ka ngjarë askund në botë, do të ishte precedent. Pse jo të rekrutohen të gjithë pjesëtarët nga nacionaliteti serb Në proces të rregullt të Kosovës, por jo ata më, sepse një numër i caktuar i tyre ka marrë pjesë Po është logjika atër, jo, ko është logjika. Të këtij grupi kriminal dhe terrorist i cili mor pjesë në sulmin terrorist në Kosovë. Si mund t'i ktheni ju terrorist Të njëjtit. dhe ti aboloni dhe t'ia falni atë? Po kjo është një gjë nonsens që vetëm Serbia mund ta thotë. Por ajo thirret në atë numrin e 1000 policëve që me rezultatin të kategorisë të Kumanovës, por ajo është një histori shumë pasnesh dhe nuk është më në jetë, prandaj të gjithë ata që dojnë të konkurrojnë nga nacionaliteti serb në policinë e Kosovës janë të lirë të konkurrojnë, ata që e kalojnë testin dhe verifikimin po se po, mund të jenë policë të Republikës së Kosovës, por jo këta më, jo këta 700 që e kanë braktisur Kosovën dhe i kanë bashkëngjitur një stërvitje terroriste në Republikën e Serbisë nëpër kampes stërvitore dhe me instruktorët të ushtrisë dhe policisë serbe. Në javën e fundit, në javën e parë qytetorit, Oktapos do të organizojë një konferencë të rëndësishme në Prishtinë, Kosovë. Mund ta ndoni me neve pak detaje? Patjetër, me 2 tetor do të organizohet konferenca e radhës, konferenca ndërkombëtare me temën agresioni rus në Ukrainë nëpërmjet shikimit apo të një perspektive evropiane. Russian aggression in Europe, in Ukraine, European mirror. Do të thonë si ka reflektuar agresioni rus në Evropë, por edhe në Ballkan, edhe në Kosovë. Do të kemi folës nga regioni, do të kemi folës nga Kosova, do të kemi folës edhe nga tërbota. Mund t'i përmendim disa është Peka Kallenjemi, doktor shkence i luftës hibride, pastaj Jason G. Smart, është njëjtë në këtë fushë, pastaj është Jennifer Cassidy, doktor shkence, dhe ajo është Pra, kryesisht grup ekspert njerëz të fushës. Ekspertish edhe vendor, edhe regional, edhe të nivelit evropian dhe botror, do të zgjatë një ditë në 3 sesione dhe unë mendoj që publiku do të ketë çka të
Publiku dhe Telegrafi do ta përcjell gjithashtu, do të kemi mundësinë për të parë nga afër me kolegët tonë. E keni ftesën për që tash. Faleminderit shumë zoti Musliu për kohën dhe për analizën për sulmin terrorist në Bojnsk një vit pas dhe çfarë na pret. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Shumë të nderuar, ishte me zotin Agim Musliu, ekspert i sigurisë, drejtor i Institutit për Studimet të Luftës Hibride Octopus, ku diskutuam dhe analizuam situatën e sigurisë një vit pas sulmit në Bojnsk, sulmit terrorist në Bojnsk, edhe sipas prokurorisë së Republikës Kosovës me akt akuzën e ngritur javën e kaluar. Shihemi në intervista tjera të radhës.